disa nga pyetjet që kisha, vetëm I mora përgjigjet. Mes tjera lidhur me forcën e nevojitur për të shkaktuar përëndim. Por, në kushte normale, unë nuk kam nevojë as me bë pyetje, sepse nuk besoj që një shenjë në dorë mund të shkaktohet nga dikush që as nuk ka qenë prezent në momentin e vrasjes e para. Por prokuroria në aktakuzën e saj pohën që kjo shenjë është shkaktuar nga une, sepse sipas saj kam mbajtur bashkëshortën time për, siç thotë kjo, për mos t'ju shpongur plumbin. A thot raporti juaj këtë, që a vërteton kjo që unë e kam mbajt gruan time në momentin e vrasjes? A është kjo pyetja e ne? Po. Doktor, një përgjigjor nuk paraqyton pozita apo situata të cilat ka mund të jenë në momentin e vrasjes së tanimit të ndjes. Një përgjigjor ka obligim që të bëjë përshkrimin e qartë të çdo dëmtimi të kohë, duke I përshkruar karakteristika e dëmtimeve të kohë, në bazë të cilave bëhet edhe interpretimi I provave përgjigjore, për prokurorin e shtetit në bazën e hetimit, dhe për kolegjin e përgjithshmërisë në bazën e gjykimit. Prandaj është shumë normale që në një raport autopsie nuk mund të shënohen pohimet e tij. Ka morë përgjigjen e? Po, doktor, ju në raportin tuaj tregoni që dëmtimi është shkaktuar në perioden kohore jo me gjatë se 1 orë para vdekjes. Që do të thotë, ka mund ndodhë 59 minuta para vdekjes ose 10 sekonda para vdekjes. A është saktë kjo? 59 minuta apo 10 sekonda para vdekjes. Është saktë. Kjo ka mund të shkojë deri në 3 orë para vdekjes. Në raport thuhet 1 orë. Për korrekcion. Ne, pritet përgjigjen. Kjo ka mund të shkojë deri në 3 orë, prej 0 deri në 3 orë pas para momentit të vdekjes. Prej 0 deri në 3 orë para momentit të vdekjes. Pasi që, siç e theksuar më herët, Endira ka qenë obeze. Dhe për këtë arsye, variablat periudhës kohore të shkaktimit të këtij dëmtimi zgjerohet. Mundësia e vetë lëndimit në momentin në tentativë për ikur apo diçka tjetër? Po. Jo, nuk mund të përjashtoj. Unë nuk mund të përjashtoj. Nuk është të pyetje. Nuk kam pyetje tjera, ju falenderoj.